Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Sot inshallah do flasim për një temë të rëndësishme, është marrëdhënia midis çiftit, pra si të sillet bashorti me bashortën dhe si të sillet bashortja me bashortin. Dhe për këtë si gjithmonë ne kemi ftuar imamin e nderuar Hoxhën Ahmed Kalaj. Mirë se erdhë Hoxhë nderuar. Mirë se qetëm. Hoxhë nderuar, origjina e kësaj lidhje, pra e kësaj marrëdhënie e bashortit dhe bashortës fillon që nga Ademi dhe Hawaja. Do thash pikërisht krijimi i Hawas nga brina e Ademit. Çfarë domethënie ka kjo? Pse Zoti e krijoi nga brina? Ka ndonjë domethënie dhe urtësi? Atëherë, duke qenë se njeriu në jetën e kësaj bote ka ardhur për të jetuar në të, dhe normalisht që ka një mision, nuk ka ardhur kot, ka një mesazh. Njeriu si çdo gjë në këtë botë që ka mesazh. Nëse do të krijonte dikush ose do të bënte diçka pa mesazh, pa arsye, gjërkoti, normalisht që gjithë do ta biteshim, do ta vinim loj. Dhe nuk është normale, pra që Zoti më të bëjë diçka kot skoti, dhe njeriu normalisht që ka një mesazh, ka një qëllim. E ky njeri nuk vjen nga qielli, as nuk mbin nga toka. Ky njeri krijohet nëpërmjet asaj që Zoti i Madh ka bërë njeriu të tillë të krijohet nga një burr, një grua, nga një bashort, një bashorte. Dhe duke qenë se jeta në tokë është e krijuar për njeriu dhe njeriu I parë është krijuar në xhenet, Allahu xhallahu kur e krijoi njeriu e parë në xhenet, Ademin alayhis salam. Ademit alayhis salam nuk I mungonte asgjë. Kishte të gjitha gjërat në xhenet. Mirë po, siç tregohet në hadith, ai po ndjehej I vetmuar. Pra, domethënë, njeriu po të ketë gjithçka, po nuk ka një familje, nuk ka pjesën tjetër të jetës të tij, gjysmën tjetër plotësuese të tij, ai prapë është I mangët, sado që të plotësoj gjërat në jetë. Dhe Allahu xhallahu krijoi pikërisht nga brinja e tij, siç përmendët edhe ju, krijoi bashkëshorten e tij. Sepse duhet kishte jetë në tokë, dhe kjo jetë në tokë vjen si pasojë e një marrëdhënie që ka një mashkull me një femër, për këtë arsye ka dhe jetë në tokë. E Allahu xhallahu e krijoi Havan nga brinja e Ademit alayhis salam. A ka urtësi në këtë gjë? Normalisht e para gjë themi kjo është prej Zotit, dhe Zoti I din sekret dhe urtësitë. Mirë po kanë përmendur, le të themi dietarët dhe komentarët e hadithit kanë përmendur urtësi. Kanë thënë një nga urtësitë është se e krijoi nga brinja për të qenë ortak me të në jetë, për të qenë bashkë me të në jetë. Dhe nuk e krijoi nga këmbët që të jetë burri shtyps I saj, as nuk e krijoi nga koka që të jetë gruaja sipër tij, po e krijoi për të qenë bashkë me të. Po duke qenë se e krijoi prej tij, atëherë burri ka një shkallë përgjegjësie më lart. Pra, domethënë duke qenë se gruaja është e krijuar, pra është e marrë nga trupi I Ademit alayhis salam, kjo tregon se përgjegjësia që ka pasur Ademi, llogaria që ka burri, pra Ademi burri, është më e madhe. Për këtë arsye, tek ne muslimanët, mëkati nuk është I Havas, mëkati është I Ademit. Qortimi I Zotit nuk ja bëri Havas, qortimi I Zotit ja bëri Ademit. Pavarësisht se në konceptin, le të themi, konceptin naiv, masiv është që ajo e pati fajin, ajo e shtyu Adem, absolutisht. Përgjegjësia ka rënë mbi Ademin. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ademi e kundërshtoi Zotin dhe devijoi, si më thon, nga udhëzimi I tij apo nga këshilla e të Madhit Zot. Pavarësisht se ata ishin, le të themi, ortakë dhe në gabim. Pra ideja është, më thon, Islami nuk e ka parë femrën si diçka që është poshtë mashkullit, pas si diçka që mund të hipi sipër mashkullit, po janë të dy ortakë të barabartë në përgjegjësi dhe në detyrime dhe në përgjegjësi. Por burri ka, le të themi, të shkallën e përgjegjësisë dhe amanetit, pra ka një detyrim më shumë se sa femra. Dhe këtu vim tek ai momenti që ka, le të themi, disa dashakeqës të Islamit, që kur marrin ajetin kuranor që thotë ولهم مثل ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. Burrat e një shkallë më lart. Problemi është se këta njerëz shkpusin gjysmën e ajetit. Burrat janë një shkallë më lart, po gjysma tjetër e ajetit, çfarë thotë? Gjysma tjetër e ajetit thotë janë njësoj të barabartë. Janë njësoj të barabartë, po burrat janë një shkallë më lart. Janë njësoj të barabartë në detyrimin që kanë karshi Zotit, në detyrimin që kanë karshi njëri tjetrit, në detyrimin që kanë karshi familjes. Po burri ka një shkallë më të lartë përgjegjësie. Pra, si çdo gjë që ka një, le të them, përgjegjës, që ka
ka një dikush që duhet të japi llogari për gjën, është pikërisht burri, ai i cili jep llogari për gjën. E kjo gjëja është familja, thot Zoti në Kur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Burrat janë ata të cilët janë shtylla, mbajtëse e shtëpisë. Përgjegjësia e familjes bie mbi burrin. Pra, përgjegjësia kryesore, jo se gruaja nuk ka përgjegjësi, përkundrazi, përgjegjësia kryesore në edukimin e fëmijëve, në rritjen e fëmijëve ashtu siç duhet, në edukimin e tyre është përgjegjësia kryesore, është përgjegjësia e bashkëshortes, përgjegjësia e gruas, ndërsa burri ka përgjegjësinë e përkujdesjes ekonomike, mbulimit nevojave, shpenzime kështu me radhë. Pra, le të kthehemi tek ajo që ju thatë, pra Zoti i Madh i ka bërë të dy partner, i ka bërë të dy, domethënë përgjegjës, i ka bërë të dy ortak në jetë në mënyrë që ta shohin familjen si gjëja më e rëndësishme që mund bëj njeriu dhe mund të rregullojë njeriu dhe mund të arrijë njeriu në jetën e kësaj bote më pas adhurimit të Zotit. Për këtë arsye po ta shohësh Kur'anin, kapitulli i parë është El-Fatiha, kapitulli i dytë është Bekara, kapitulli i tretë është Ali Imran. El-Fatiha është beslidhja mes njeriu dhe Zotit, El-Bekara ligjet dhe rregullat, Ali Imran familja. Pra një njeri i cili ka besën me Zotin, i cili din rregullat dhe ligjet e Zotit, patjetër duhet shkojë tek një familje e mirë, tek një familje e konsoliduar, tek një familje e suksesshme. O që ndërroj, ju e thatë shumë bukur, domethënë Zoti e krijoi Havan nga brina për qenë dashuruar mashkulli me femrën dhe për ta dashur dhe jo nga koka që të jetë sipër tij ose nga këmbët që ai ta poshtëroi. Po ndërkohë domethënë në Islam, me që jemi në pjesën e parë të emisionit dhe t'ia dedikojmë respektit ose marrëdhënies që burri ka ndaj gruas. Çfarë detyrimesh ka burri ndaj gruas në marrëdhënien ose në partneritetin e tyre bashkëtorë? Atë ne duhet kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme, që është fakti që në Kur'an Zoti kur foli për jetën bashkëtorë e konsideroi si mrekulli. Pra, dëshira për të krijuar familje, dëshira për të lidhur një mashkull me një femër, kjo dëshirë nga vjen. Kjo dëshirë është e krijuar nga Zoti i Madh, sepse për këtë dëshirë nuk ka asnjë lloj formule, nuk ka asnjë lloj interpretimi. Sepse njeriu vjen në një fazë caktuar të jetës dhe don patjetër shkoj tek martesa dhe krijimi i familjes. Nuk i shkon kjo gjë ndërmend sa është le të themi fëmijë, as sa është le të themi në moshën le të themi shkollës fillore, apo kur shkon në një moshë caktuar, fillon edhe le të themi dëshira e tij për të pas një jetë bashkëtorë, për të pas një familje etj etj. Çfarë është kjo lloj dëshire? Kjo është mrekulli. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Wa min ayatihi", për argumentave dhe mrekullive se ka Zot dhe se ky Zot meriton të adhurohet është se krijoi tek mashkulli dhe tek femra dëshirën për të krijuar familje, dëshirën për të lidhur me njëri tjetrin. Dhe Zoti i Madh, kur një lidhje është e sinqertë, krijon në këtë lidhje tre mrekulli të tjera: dashurinë, mawadda, rahme, dhimbshurinë, mëshirën, dhe krijon qetësinë dhe prehjen tek njëri tjetri. Po mos ishin këto të tre, pse duhet lidhen një djalë dhe një vajzë? Pse duhet lidhet një mashkull dhe një femër? Pra është dashuria, është mëshira dhe është qetësia dhe siguria tek njëri tjetri që i bën ata të krijojnë. Dhe këto tre dhurata janë mrekulli të Zotit që ata të dy pastaj janë përgjegjës në do i mbajnë apo do t'i shuajnë apo do t'i venisin dhe si pasojë prishet familja, prishet jeta bashkëtorë e kështu me radhë. Le të vim tek pyetja. Duke qenë se Islami ka kushtuar rëndësi jetës bashkëtorë dhe e ka konsideruar jetën bashkëtorë si amanet, siç thot Zoti në Kur'an, mithakan ghalidha, beslidhje me peshë të rënd. Pra, këta dy të rinj kur lidhen, nuk lidhen për të bërë një provë, nuk lidhen për para se po ecën pastaj të shohim, jo. Beslidhje e rënd, që ka peshë të madhe tek Zoti. Kur djali thot, po pranoj që kjo grua të jetë nusja ime dhe kjo vajza thot, po unë pranoj që ky djali do të jetë burri im, domethënë është një përgjegjësi e madhe dhe një amanet i madh dhe një le të themi amanet që kemi marrë mbi sube dhe përgjegjësi që kemi marrë mbi sube si djali edhe vajza. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Pra kemi të bëjmë me një raport jo thjesht mes dy personash, por raport mes dy personash dhe të tretëve. Ky i treti është Zoti dhe janë njerëzit të cilët do të dëshmojnë këtë lidhje mes tyre. Kur flasim tani për raportin me bashkëshorten, dhe bëre mirë që e nisem me bashkëshorten sepse ne i mësuar gjithmonë ta nisim me bashkëshortin sepse duket sikur anojmë tek maskilizmi. Normalisht kur flasim për bashkëshorten, flasim për një krijesë të brisht, që Zoti i Madh e ka krijuar të tillë, pra e ka krijuar femrën të atillë që është e brisht në natyrën e saj. E si pasojë ka nevojë për një mbështetje.
Pra burri duhet parë si mbështetje e bashkëshortes, si një moment strehimi, si një moment qetësie. Pra burri, bashkëshorti, duhet të jetë burim qetësie, duhet të jetë burim sigurie dhe duhet të jetë mbështetje për bashkëshorten e tij. Dhe nëse ne burrat e kuptojmë këtë gjë, atëherë kuptojmë urtësinë e fjalës pejgamberit alayhis salam, më i miri ndër ju është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij. Atëherë kuptojmë urtësinë e fjalës Zotit, i cili tha, kaloni jetë të mirë me bashkëshortet tuaja. Atëherë kuptojmë amanetin që ka lënë pejgamberi alayhis salam, u alej amanet që silleni mirë me bashkëshortet tuaj, se janë amaneti i Zotit në dorën tuaj. Pra burri, pra duhet të jetë burim mbështetje, duhet të jetë burim qetësie, do të jetë burim sigurie për bashkëshorten e tij. Le të vim tek pyetja drejt për drejt që bëhet, cilat janë detyrimet që ka një burr ndaj bashkëshortes së tij. Ai duhet të përmbush nevojat e saj, le të themi jetësore, që do thotë e drejta e saj për të jetuar e nderuar dhe e respektuar, e drejta e saj për të pasur një strehim ku le të themi ku fut kokën, kur i thonë, e drejta e saj për të mbuluar të gjitha shpenzimet dhe nevojat jetësore, ekonomike dhe të gjitha nevojat që kanë bërë me jetën, le të themi, intime të shtratit. Pra, burri obligohet që të gjitha këto t'i përgjigjet në mënyrën më të mirë bashkëshortes tij. Në momentin që i realizon këto gjëra, atëherë me të vërtetë ai ka bërë një, le të themi, ka përmbushur atë që kërkon Zoti prej mashkullit, prej burrit musliman. Pra, ai është mbështetje për bashkëshorten e tij, ai mbulon nevojat e saj të strehimit, ai mbulojat e saj jetësore, që do thotë të ushqyerit, veshje, mbathja, nevojat që ai mund të ketë në jetë kështu me radhë. Ai mbulon nevojat e saj, le të themi, që kanë bërë me shpenzimet ditore e kështu me radhë, dhe për familjen, dhe ai mbulon nevojat e saj të shtratit. Pra, jeta intime shumë e rëndësishme në jetën bashkëshortore për pas një jetë bashkëshortore sa më të mirë. Hoxhë nderuar, po hadithi, nëse shikoni një të keqe tek bashkëshortja juaj, mos e urreni atë, por shikoni të mirat e asaj. Çfarë kuptimi ka dhe si ta bëjmë të në praktikën e përditshme, si ta veprojmë? Atëherë, faktikisht hadithi, unë e konsideroj, do të thonë hadithin që ju sapo përmendet dhe konsideroj një nga mrekullitë profetike në zgjidhjen e problemeve në jetën bashkëshortore, sepse është normale që në jetën bashkëshortore të ketë edhe momente, le të themi momente keq kuptimi, sepse shejtani nëse punon në diçka, më shumë të punon në shkatrimin e familjes. Për këtë arsye, hadithi i njohur, hadithi se si shejtani i mbledh shejtanët e vegjël ose djajt, edhe të gjithë i raportojnë atij se çfarë kanë bërë. Dhe ai që shpërblehet më së miri është ai i cili, domethënë, raporton se ka ndarë një çift. Për këtë arsye është mallkuar ai mashkull apo ajo femër që bëhet sebeb në ftohjen apo në ndarjen e një çifti, sepse ka bërë punën e pastër të iblisit. Atëherë, duke qenë se, domethënë, puna më e madhe e iblisit mbas largimit njerëzve nga Zoti është puna e tij në shkatrimin e familjes, Islami e ka zgjidh të lloj situate duke na treguar një gjë shumë të rëndësishme, që është fakti se s'ka njeri pa tmeta. Pra, ne, le të themi, meshkujt, jemi të prirur që tek bashkëshortet tona të shohim nënat tona, sepse për ne femra ideale është nëna jonë, ose motra jonë e madhja, për shembull. Ndërkohë që këtu ke të bësh me një botë tjetër, me një edukim tjetër, me një, le të themi, qenie tjetër. Diçka krejt tjetër. Pra nuk është kusht. Ose ne meshkujt kemi një femër ideale në mendjen tonë, se si duhet të jetë femra, duhet të jetë kështu. Kemi disa gjëra idealizma që funksionojnë në trurin tonë, por faktikisht jeta është diçka tjetër. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, nuk kapse të mërzitet, nuk tha s'kapse t'i gjuj, nuk tha s'kapse ta shaj nga nona, nuk tha s'kapse ta ofendoj, tha nuk kapse të mërzitet. Bashkëshorti i mirë besimtar, nga bashkëshortja e tij, nëse shet tek ajo diçka që nuk i pëlqen. Po si pse? Sepse nëse ka diçka që nuk i pëlqen, ka gjëra të tjera që i pëlqejnë. Pra, ne në jetën bashkëshortore duhet bëjmë edhe disa hesape, duhet bëjmë edhe disa llogari. Jeta bashkëshortore, familja është një institucion që fillon këtu në këtë botë dhe vazhdon deri në xhenet, edhe në xhenet do të jemi bashkë. Atë duke qenë se është një projekt që lidh dhe është si një urë ndërlidhse mes kësaj bote dhe botës tjetër, atëherë ne duhet të shohim, bëjmë llogarit. Ja vlen ta prishim projektin, ta shkatrojmë projektin, apo ja vlen të lodhemi dhe të sforcohemi
po projektin mos ta prishim në mënyrë që të jemi bashkë edhe në xhenet. Atëherë, duke qenë se është e tillë, ne duhet të jemi ne meshkujt, duhet të jemi më shumti që mbartim nëse ka le të themi shkarje tek pjesa femërore. Pra ne duhet të jemi më kryesorë. I njëjti hadith vlen edhe për femrat kur shohin diçka tek bashkëshortet e tyre. Po ne që jemi në pjesën e trajtimit të bashkëshortes. Tha profeti alayhis salam, nëse shet tek ajo diçka që nuk e pëlqen, nuk e ka menduar, nuk e ka pritur, atëherë ka gjëra të tjera që atij i pëlqen. Pra jeta, sikur po na thotë pejgamberi alayhis salam, është shumë e gjatë. Dhe unë gjithmonë marr si shembull faktin që në surën Tahrim, Zoti i Madh Allahu përmend një konflikt, debat në jetën bashkëshortore profetike. Dhe domethënë njeriu mund të thotë, ora, a nuk do të ishte më mirë që mos të përmendte kjo në Kur'an? I tha profeti, i tha gruaja e tij, debati në jetën bashkëshortore profetike, pse duhet përmendesh në Kur'an? Jo, unë mendoj që ka një urtësi të madhe. Sikur po na thot Zoti i Madh, nuk shpëton familje pa debat. Nuk ka jetë bashkëshortore pa debata, pa problematika, por gjithë mençuria dhe urtësia është se si zgjidhen këto problematika, se si ja japim ne zgjidhjen këtyre problematikave. Dhe unë mendoj që një nga sekretet më të rëndësishme në zgjidhjen problematika është frika ndaj Zotit dhe devotshmëria. Në momentin që është frika ndaj Zotit dhe devotshmëria, të gjitha këto, siç themi në gjuhën popullore, cicmicet s'kan asnjë lloj vlere. Sepse njeriu i devotshëm, njeriu që përkushtohet Zotit, nuk i sheh gjërat. Njeriu kur është larg Zotit, gjërat e vogla i zmadhon, i interpreton, i keq interpreton. Le të themi, domethënë, një nga shkaktarët më të rënd ose një nga shkaktarët më të rrezikshëm që çon në prishjen e jetës bashkëtorë është largimi nga Zoti. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, pavarësisht le të themi problematikave të rënda që mund t'i kenë ndodhur në jetën bashkëtorë, e gjente zgjidhjen shumë shpejt. Dhe du ta mbyll me këtë histori se ndoshta jemi dhe vonë në emision. Kemi një rast kur profeti alayhis salam pati një le të themi bojkot nga të gjitha bashkëshortet e tij. Dhe ndër bashkëshortet e tij që ishin përfshirë në bojkot ishte dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kur e merr vesh Ebu Bekri, që e parë që përi domethënë erdhi me vrap, edhe domethënë pa që këta rrinin hundë e buzë me njëri tjetrin, se ishin të mërzit pa me njëri tjetrin. Edhe Ebu Bekri nuk duroi, me njëherë ju vërsul kujt Aishës për ta rrahur vajzën e tij. Aisha radhiyallahu anha çfarë bëri? Me njëherë shkoi pas profetit alayhis salam. Tani shif tani si u ndrun rolet. Ebu Bekri sillej vërdall për ta kap gocën e tij për t'i gjujt dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbronte, e rëndësishme derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxori Ebu Bekrin nga shtëpia. Edhe ju kthye Aisha, më tha kush të mbrojë nga babiot. E shef që unë dola mbrojtje, domethënë e kapi situatën, e ktheu situatën shaka dhe e kaloi situatën shumë mirë dhe shumë ëmbël. Po qëndruar për qenë brenda kësaj historie, domethënë shoqëria shqiptare pak a shumë është pak e dhunshme. Pra, domethënë ka zona të cilat e konsiderojnë goditjen ndaj bashkëshortes si diçka të zakonshme. Çfarë thot Islami për goditjen ose për rrahjen e gruas? Çfarë thot tradita profetike, sepse ndonjëherë abuzohet me këtë gjë? Edhe e bërë bukur që e hape si temë, domethënë. Normalisht Islami e dënon dhunën në familje. Dhe nëse ke vënë re për shembull pyetjet që mua më bëhen, unë them vazhdimisht denoncojini një burr i cili ushtron dhunë mbi bashkëshortën e tij, nuk mund të jetë burr i denj për të qenë burr edhe bashkëshort. Mund të ketë debate, mund të ketë le të themi zënka janë normale, por që të ushtrohet dhunë, kjo është e papranueshme. As në fe është me fe është e papranueshme, po edhe me logjikë është e papranueshme, po edhe me traditën tonë shqiptare, kjo është e papranueshme. Pavarësisht se ndoshta le të themi zëra që kanë qenë në thellësirat e traditës së errët, jo se burri e tregon veten, jo po gruaja nuk flet para burrit, të gjitha këto nuk kanë lidhje me Islamin ose nuk kanë lidhje me fen, edhe nëse në segmente të caktuara të historisë i janë veshur Islamit apo janë veshur fesë. Ne besojmë se kjo nuk ka lidhje me fen e Zotit. Atëherë, dhuna në familje është e dënuar, madje me fe, me besim, nëse burri ushtron dhunë edhe nuk le të themi këshillohet edhe nuk zën mend kur i themi, në këtë rast i jepet e drejta gruas që të kërkojë divorcin prej tij. Ai ka sjellë ndonjëherë profeti alayhis salam grave të tij për të qenë më konkret në Atëherë, për të qenë më konkret, thot hadithi i nënës besimtarëve Aishës radhiyallahu ta'ala, pa edhe Enesit radhiyallahu ta'ala anhuma. Thot nuk ka ndodhur gjëje, nuk ka ndodhur që profeti alayhis salam me dorën e tij të ketë goditur grua ose fëmijë, asnjëherë në jetën e tij.
grua apo fëmijë nuk ka ndodhur ndonjëherë në jetën e tij. Pra le të themi ekstremi i asaj që shkonte ishte mërzitja dhe e folura me gojë dhe me kaq mbyllej historia. Do të thënë, edhe në fakt kjo është edhe një lloj fisnikërie e burrit. Pra burri me autoritetin e vet mund të ushtroj autoritetin e vet me anë të fjalës për ta bindur gruan, por jo me anë të dhunës. Por hadithi profetik që thot mos e trajtoj ndonjëri prej jush gruan e tij si skllave dhe në darkë t'i kërkoj asaj marrëdhënie seksuale. Në këtë aspekt çfarë kuptimi ka? Pra nuk ka sens që njeriu domethënë tjetë si një urdhërues apo si një ndalues apo domethënë të mungoj dashuria, të mungoj komunikimi. Dhe pastaj thot ndarkët e janë shtrat. Por femra nuk është me buton që kur don ti funksionon dhe kur nuk don ti ka program tjetër. Është njeri mbi të gjitha. Ashtu siç mashkulli është njeri, ka ndjenja dhe ka, le të themi, ato momentet e tij që femra duhet përshtatet, po kështu edhe femra ka edhe përkundrazi. Femra ka më shumë momente që ne si burra duhet të jemi shumë më të kujdesshëm në raportet e saj, sepse a themi ne, le të themi, nëse burri le të themi anon më shumë tek logjika dhe arsyeja, femra anon më shumë tek emocioni. Atëherë duke qenë se femra anon më shumë tek emocioni, ne duhet të përshtatemi si meshkuj, si burra me pjesën e saj emocionale. Dhe jo të bie ndesh me pjesën e saj emocionale. Dhe është normale që femra mund bie pre e pjesën e saj emocionale më shumë se sa mashkulli. Atëherë ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm të kuptojmë se ka nga emocionet dhe nuk është diçka e mirë menduar që kjo po e bën në këtë formë apo që po sillet në këtë formë. Mund të jetë momentale, mund të jetë emocionale dhe ne kështu duhet ta ndërmarrim situatën dhe nuk duhet ta ndërmarrim të paragjykuar se dëgjoj, kjo është më që e fakte do të thotë se. Pastaj është problem. Për këtë arsye duhen marrë gjërat më thjesht, duhen parë gjërat më thjesht, duhen analizuar gjërat më thjesht dhe ajo që është shumë e rëndësishme me gjak të ftohtë kur i thon dhe jo në moment të parë që ndodh debati. O nderuar, a përdoret profeti alayhis salam fjalë të ëmbla ose lajka ndaj bashortëve të tij? Unë gjithmonë e them që ne nganjëherë synetin e kemi cunguar shumë. Syneti tek ne është ku vendosen duart, lëvizet gishti apo jo, apo hapën këmbët apo mbyllën këmbët kur jemi në namaz. Mirë po faktikisht syneti i pejgamberit alayhis salam shumë më i gjerë. Ka të bëjë me namazin, ka të bëjë me abdesin, ka të bëjë me agjërimin, ka të bëjë me zekatin, ka të bëjë me buzëqeshin, ka të bëjë me edukatën, ka të bëjë me sjelljen, ka të bëjë me fqinjen, ka të bëjë me edukatën në punë, po ka të bëjë edhe me jetën bashkëtorë. Unë gjithmonë e them edhe në sensin e shakas. Për shembull, kush prej nesh puth bashkëshorten e tij para se të dalin nga shtëpia. Mirë po këtë gjë e bën te pejgamberi sa vazhdimisht. Kush prej nesh për shembull duke ngrënë ushqen bashkëshorten e tij, ëh? Pejgamberi sa më bënte, me për shembull rastin, thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi sa gjuante me shikimin e tij ku e vendosja unë buzën në gotën kur pija dhe shkonte pejgamberi sa dhe vendoste buzën kur kisha vendosur unë. Do thonë çfarë tregon me këtë dashuri dhe respekt. Se mante në krah ose bënte gara me të, e lavdronte. O pejgamberi i Zotit, kush është burri më i dashur tek ti? Tha Abu Bekri. Kush është gruaja më e dashur tek ti? Tha Aisha. Pra e përmendte, e deklaronte. O Aisha, tha, unë e kuptoj kur ti je e kënaqur shumë me mua, po e kuptoj edhe kur je mërzitur prej meje. Të kupton ti domethënë pa fol ajo. E kuptonte pejgamberi sa se kur ishte e mërzitur. Tha, si e kuptonte pejgamberi Zot? Tha, kur ti je e kënaqur me mua, thua, pasha Zotin e Muhamedit. Pra betohem në Zotin e Muhamedit, pejgamberit Muhamed. Kur je e mërzitur prej meje, thua, betohem në Zotin e Ibrahimit. Do të thotë përmend Ibrahimin. Domethënë gjëra shumë le të themi të imta që tregojnë, domethënë që tregojnë atë ndjesinë e lartë që ka pas pejgamberi alayhis salam ndaj bashkëshortes tij apo ndaj bashkëshorteve të tij, gjëra që bëjnë dallim, domethënë në krahasim me atë që ne shohim në jetën tonë. Do të jap një rast ekstrem. Kur nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha thyu një end që njëra prej nënave të besimtarëve kishte gatuar, por nuk kishte dita e saj. Pra pejgamberi sa i vin miq në shtëpi dhe njëra prej nënave të besimtarëve, pejgamberi sa ishte tek Aisha, dhe Aisha ishte e cila do të kujdesej për mysafirët. Njëra prej nënave të besimtarëve mendoi se që mos vonoheshin njerëzit dhe mos vonohej profeti alayhis salam, solli çfarë kishte gati, mirëpa i kishte gatuar diçka shumë të mirë në një tavë të madhe balte. Kur erdhi Aisha radhiyallahu ta'ala me ushqimin e saj, pa tavën e gatuar aty dhe i gjujti dhe e theu me ushqimin dhe me gjithçka.
Tani llogarit e pejgamberit sa ishte prezent, le të themi kokat e Medinës ishin aty prezent dhe situata ishte shumë e nder. Pejgamberi sa më qeshë tha, nëna juaj tha u bë xheloze me tjetrën. Edhe e kaloi me të qeshme, mbaroi historia. As nuk lejohej që të diskutohej, as nuk lejohej që dikush. Ndërsa ne fatkeqësisht, domethënë, për gjëra të vogla ngrems, bëjmë zhurmë, shamata, e ku dëgjon etj dhe kemi dhe një problematik për shembull, le të themi që krahasimin. Ne, domethënë, një nga problemat që kemi ne si meshkuj, po që e kanë dhe fermat njëkohësisht, që do ta trajtojmë patjetër në pjesën e dytë, që është krahasueshmëria. Pra ne ndërtojmë jetën tonë duke krahasuar jetën tonë me jetët e tjerëve, duke krahasuar jetën tonë me jetën e filmave, duke krahasuar jetën tonë me jetën e telenovelave, duke krahasuar jetën tonë me jetën se çfarë shohim në një moment caktuar, fragment jete nga jeta e një çifti që duket shumë i lumtur, që plotësojnë dëshira dhe lozën, ndërkohë që ne nuk e dimë se si zhvillohet jeta e tyre në 23 orë e 40 minuta të tjera përveç këtij 20 minutëshi që ato shfaqen e ku dëgjon etj. Pra krahasueshmëria është një problematik shumë e madhe, ose kur ne për shembull si meshkuj themi ja isha e respektonte filania ku dëgjon, pse duhet përmendesh gratë tjera apo shembuj të tjerë tek gruaja jote, ndërkohë që ti duhet punosh në rritjen e saj, ashtu siç duhet ndodhe edhe kundërta, që edhe ajo nuk duhet bëjë gjëra të tilla me burrin e saj, por nëse ka diçka që nuk shkon, mundohet që së bashku ti korrigjojnë dhe ti rregullojnë. Allahu të shpëlbeft, zotësh nderuar, të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe i takojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Ja ku i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi në ciklin e emisionet Si të sillemi. Në pjesën e parë folim si të sillet bashorti me bashorten, ndërkohë tani do flasim si të sillet bashortja me bashortin dhe si gjithmonë o të nderuar një nga problemet e sjelljes së bashortes me bashortin është ajo që quhet arroganca. Pra, a duhet të jetë një bashorte arrogance ndaj bashortit të saj, apo duhet të jetë e mirësjellshme dhe me brishtësinë e saj, ajo shumë bukur mund ta bëjë bashortin që të preket, që ta bindi ose që të bashkëbisedojnë dhe të kenë një komunikim më dashuror midis tyre. Do të thonë arroganca që ti përmend ose rebelimi febror nuk duhet të jetë faktikisht në një jetë bashkëtortore, por mund të ketë momente të caktuara që le të themi mërzitja apo si më thënë luajtje kartash. Nuk ka asnjë problemi që femra në momente të caktuara të luajë kartën e mërzitjes e ku dëgjon etj. Po kjo nuk duhet të çojë në prishje marrëdhënie. Do të jap një shembull të thjeshtë. Pejgamberi alayhis salam që le të themi kishte aq ngarkesë, kishte aq në momentin që domethënë vinte në shtëpi, përveç ngarkesës tij që kishte, nënat e besimtarëve nuk e ngarkonin pejgamberin alayhis salam me gjëra të cilat domethënë nuk ishin le të themi pjesë e asaj që ai mund të bënte. Si për shembull, pejgamberi alayhis salam vinte në shtëpi. Normalisht kishte shumë barra mbi kurriz, kishte barrën e shpalljes, kishte barrën e përballjes me njerëzit, kishte shumë hallë dhe siklete të tjera. Në momentin që pejgamberi alayhis salam vinte në shtëpinë e tij, nënat e besimtarëve mirëkuptonin situatën, pra nuk e ngarkonin profetin alayhis salam mbi atë që ai mund të bënte, pra nuk ka ndodhur ndonjëherë që të kishte, le të themi, rebelim vetëm në gjithë jetën e pejgamberit alayhis salam, vetëm një herë të vetme, që më thonë, patën, le të themi, një vështirësi jetësore, më thonë, jeta ju vështirësua shumë, sa që të gjitha u bën bashkë, thanë pejgamberi i Zotit, po sikur të përmirësohej pak jeta jonë, sepse në shumë kemi raste që nëna e besimtarëve i vjen dikush tek shtëpia thotë s'kam çfarë të jap, vetëm 3 kokra hurmi. Ndodhte që s'ndizej zjarri për 2 javë, për 2 muaj radhazi, nuk ndizej zjarri. Çfarë do thotë fjala nuk ndizej zjarri? Do thotë se zgatuhej. S'ka ndodhur që pejgamberi sa të jetë ngopur me bukë 2 net radhazi. Pra dua të them, nënat e besimtarëve në le të themi në 10 vjet jetë bashkëtorë me profetin alayhis salam, nuk po flasim për pjesën e Mekës, se në pjesën e Mekës ka qenë Hadixha dhe Suaidja, dhe domethënë nuk ka qenë situata e tillë, po në pjesën e Medinës, vetëm një herë të vetme.
më thonë shkoi situata ku s'baj më, do më thonë edhe patën një lloj rebelimi. Megjithatë profeti sallallahu alajhi wasallam diti se si ta zgjidhi problematikën. Atëherë, bashkëshortët duhet shohin edhe rolin dhe pozitën dhe mundësitë që ka bashkëshorti i tyre. Dhe mos i krahasojnë, po e nisim tek fundi i emisionit tek pjesa e parë, mos i krahasojnë gjërat me të tjerët, po duhet shohin mundësitë, kapacitetet, hapësirat që ka burri i tyre. Pra mos ta ngarkojnë edhe me kërkesa, edhe me ngarkesa të cilat ai ndoshta do të detyrohet për shkak të kërkesave të mëdha ose të pamundura për të kalojnë haram. Ç'më duhet mua, le të themi, si femër, si nën, si bashkëshorte, ç'më duhet mua, komoditeti jetësor që mu më realizon burri gjithçka çfarë i kërkoj, ndërkohë që ai shkel në haram, ndërkohë që ai te kalon kufit që Zoti xhel xhelaluhu i ka caktuar burrit. Atëherë kush e merr mëkatin? Jo vetëm burri, pa merr edhe kjo grua e cila, le të themi, e tepron, e cila kërkon, e cila, domethënë, te kalon. E cila domethënë nuk ka kufi. Le të vim tek pyetja, domethënë, edhe një herë, domethënë kjo ishte ndoshta edhe pak dalë nga pyetja. Rebelimi ose arroganca në jetën bashkëtorë shkatron familjen. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh në Kur'an, domethënë shkatron pra me kuptimin le dhe një shenjë të keqe tek fëmia duke ulur autoritetin e babës. Ne po flasim për jetën bashkëtorë. Tek jeta bashkëtorë çon drejt shkatrimit. Pse? Sepse domethënë një herë, dy herë, tre herë fillon dhe çahet dhe po u ça muri i familjes, fillojnë errat, shirat, aromat futen brenda familjes dhe shkatrohet gjithçka. Për këtë arsye, vjen ai momenti që tha Zoti në Kur'an, edukojeni, pra në një moment bëhet situata pa përballueshme, atëherë burri këtu duhet vendosi, le të themi, duhet ndërmarrë masa në mënyrë që mos çojë situata mos perceptoj për më keq. Edhe për këtë arsye domethënë Allahu xhel xhelalu në Kur'an tha e ka quajtur për atë që ju përmendët nushuz. Nushuz do të thotë rebelim ose dalje mbi. Zoti i Madh e ka krijuar burrin që ti i shtylla, përgjegjësia, barra etj etj. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai grua që i falet Zotit 5 herë në ditë, agjeron Ramazanin, ruan nderin, i bindet burrit të saj. I bindet. Pra do të thotë që kemi një përgjegjësi, kemi një shtyllë, kemi një që komandon, le të themi, dhe është bashkëshortja e cila bindet ndaj tij. Për këtë arsye kanë thënë raporti bashkëshortor nga krahu i femrës, le të themi tani, ndaj burrit ka tre momente. Momenti kur burri ka të drejtë, gruaja duhet patjetër të bindet. Momenti kur gruaja ka të drejtë, burri patjetër duhet shkojë me mendimin e gruas, edhe pse është grua, siç të bëri pejgamberi sa në rastin e Hudejbijes. Dhe në momentin që, le të themi, nuk është diçka e qartë, atëherë në këtë rast duhet gruaja të bindet burrit. Duhet gruaja të bindet burrit sepse përgjegjësia dhe barra bie mbi burrin. Pra nesër pas nesër, kur ndodh diçka në një familje, çfarë thuhet, biri i kujt, bija e kujt. Pra barra dhe përgjegjësia shoqërore, le të themi, fetare, bie e gjitha mbi burrin. Për këtë arsye tha Zoti, ja ju alladhina amanu qu anfusakum ahlikum, na o që keni besuar, runi vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri. Pra ne duhet të ruajmë vetët, po duhet të ruajmë edhe familjet tona nga zjarri i xhenemit. Si ruhet? Duke i edukuar në Islam, duke i këshilluar, duke i qenë gjithmonë pranë etj që është gjë temë e gjëra dhe e gjatë. Po që nderuar, neve thamë në pjesën e parë të emisionit tonë që burri ka disa detyra ndaj gruas. Po bashkëshortja ka disa detyra ndaj burrit? Absolutisht, domethënë gjithë secili ka detyrimet e tij. Prej detyrimeve ose përgjegjësive që ka gruaja, le të themi, ndaj bashkëshortit, është që ti përgjigjet në nevojat e tij. Kur themi ti përgjigjet në nevojat e tij, kemi për qëllim nevojat, le të themi, jetësore, nevojat e familjes, gatimit, jetës, le të themi, shtëpiake, ti përgjigjet nevojave të tij në edukimin e fëmijëve, sepse burri presupozohet që ka më shumë ngarkesë dhe përgjegjësia kryesore i bie nënës, dhe këtu duhet ndalen pak, domethënë. Është munduar modernizmi, janë munduar frymat feministe që të nxjerrin gruan, pra bashkëshorten, nga kjo lloj përgjegjësie dhe nga ky amanet i madh dhe nga ky bekim që i ka fal Zoti nënës, që është edukimi i fëmijës. Duke e nxjerrë atë nga shtëpia, duke e lënë atë jashtë dhe larg fëmijëve dhe duke u rritur fëmijët si bisha, sepse ju ka munguar edukimi
i nënës, edukimi, si më thënë, butësia e nënës, dashuria e nënës, sepse nëna është në punë, baba është në punë dhe mbetet t'i edukoj kush, t'i edukoj qerdhja, t'i edukoj kopshti dhe pastaj t'i edukoj shkolla, edhe themi ne pse fëmijët tanë janë kështu apo pse fëmijët tanë janë ashtu. Ti përgjigjet nevojave të tij, le të themi, të shtratit. Po, edhe gruaja duhet të përgjigjet. Pejgamberi sa më tha, nëse nuk i përgjigjet burrit në shtrat e mallkojnë me lajket, pra femrën për një gjë të tillë. Megjithatë, për të qëndruar pak e ky hadith se ka disa keq kuptime. Po. Hadithi fillon kur burri e fton, pra është një lloj ftese, ndoshta ajo kërkon pak romancë para se të kryej marrëdhënien, ndoshta shumica e njerëzve për shembull këtu abuzojnë edhe mund të flasin keq gruas në atë moment, siç e përmend kjo hadithi që e trajton si sllave gjatë ditës, në atë kërkon marrëdhënie. Pra Profeti alayhis salam e quajti ftesë, pra kur burri e fton, pra e fton me një lloj fistinkërie në marrëdhënie dhe jo në kuptimin e keq ose rëndom, sikur ajo të jetë një lloj objekti seksi apo jo. Unë jam dakord me këtë që thoni ju, por se nuk duhet të abuzojmë në këtë pjesë. Pra normalisht që kur thuhet kur e fton në shtrat, nuk kuptohet që ka edhe parathën një gjëja, nuk është direkt në objektiv, sulm në objektiv. Por kjo nuk do të thotë që femra, nëse nuk i bëhet ftesa me parametrat më të fundit bashkëshorore, thotë si përgjigjim, s'ka lidhje. Pra, burri është ai i cili domethënë duhet të ketë le të themi plotësimin e kësaj pjese, duke qenë se burri, flasim gjithmonë në konceptin islam të gjës, ka përgjegjësitë e përballjes me jetën, e jetës familjare, e përgjigjes ndaj çdo gjëje që ka nevojë familja, mbetet diçka shumë e rëndësishme në jetën e tij jashtë familjes që nuk plotësohet dot, që është pjesa e seksit. Sepse ne kemi haram, bëjmë zina, ne kemi haram adulterin. Gjitha nevojat e tjera mund t'i plotësojmë jashtë. Ne mund të ushqehemi jashtë, ne mund të pim kafe jashtë, ne mund të bëjmë muhabet jashtë, ose ne mund t'i bëjmë gjitha jashtë. Vetëm adulterin, pra mashkulli musliman nuk e bën dot jashtë. Atëherë i mbetet një pjesë shumë e rëndësishme e plotësimit të tij si mashkull që është jeta e tij e shtratit. Për këtë arsye femra në këtë rast nuk duhet ta diskutoj. Mbaroj historia ose për ndryshe mos u ankon nesër pas nesër kur të morësh vesh se çfarë ka ndodhur. Megjithatë, hoxhi nderuar, gruaja ne e quajmë atë ose e quajmë magjia e lejuar, pra magjia e lejuar në momentin që burri vjen në shtëpi, ai pastron dhamën me mizvak si bante profeti alayhis salam, ose e merr e lajmëron gruan që po vjen. Ndërkohë gruaja kur vjen burri, pra zbukurohet sepse provat e përditshme që ka burri jashtë shtëpisë, përhapja e kësaj lloj zhveshje të femrave me atë lloj përmase, lakurisie, domethënë me atë lloj përmase, duhet krijojë dhe femra jo të qëndrojë vetëm me rrobat e shtëpisë në shtëpi, por të krijojë dhe ajo atë atmosferën e zbukurimit të saj si femër, për të paraqitur burrit me vërtet bukurinë e saj reale. Pra siç kërkohet nga burri të jetë i kujdesshëm edhe ai, domethënë kur shkon në shtëpi etj, po edhe gruaja normalisht duhet përgjigjet. Pra duhet përgjigjet në gjitha kuptimet. Pra burri në momentin që vjen në shtëpi dhe gjen një shtëpi, mashallah, domethënë çdo gjë në vendin e duhur, pastërti, automatikisht gjërat domethënë fillojnë edhe krijojnë ndërlidhjen e vet. Në momentin që burri për shembull le të themi gjen gjërat, gatimin, rrobat, çdo gjë, domethënë është automatike domethënë që gjërat shkojnë edhe zhvillohen me njëra tjetrën. Për këtë arsye edhe ne themi misioni më i rëndësishëm që ka bashkëshortja ose gruaja në islam është shtëpia e saj. Aty prodhohen burrat e vërtet, aty prodhohet le të themi brezi i ri. Nga aty fillon gjithçka. Një brez që rritet dhe i mungon dashuria e nënës, i mungon, si më thënë, gjiri i nënës, i mungon le të themi rendi familjar. Pra nëse ne themi ka rrëmujra sot, nëse ne themi nuk ka fëmijët shohin diku. Unë e them gjithmonë, domethënë xhamia, themi, bën punë shumë, por duhet të ketë një bazament të shëndetshëm që është familja. Shkolla bën punë shumë, por duhet të ketë një bazament të shëndosh që është familja. Nëse fëmijët shohin në familje rregullin, qetësinë, marrëdhënien e mirë mes prindërve, ata domethënë do të jenë shumë të prirur nesër për të qenë dikush në jetë, në shkollë, në punë, në xhami e kështu me radhë. Për këtë arsye mos kujto se edhe puna jonë si hoxhallar për shembull është e lehtë, sepse
neve aty na vi njerëz cilët nuk janë, më thonë le të themi, në ato norma të duhura të gjetjes së plotësimit të jetës tyre familjare. Për këtë arsye dhe edukimi nuk është e lehtë. Po edhe mësues në shkolla, le të themi, nuk e kanë të lehtë situatën, sepse vinë fëmijët nga familje të cilat kanë luajtur rolet ose nuk janë gjërat në vendin e duhur, për këtë arsye dhe vështirësohet edhe edukimi. Njerëzit sot janë prirur, ti kërkojnë llogari xhamis, pse nuk ne edukon njerëzit? Ti kërkojnë llogari shkollës, pse nuk ne edukon njerëzit? Ti kërkojnë llogari institucioneve të caktuara, pse nuk ne edukojnë njerëzit? Ndërkohë që ne harrojmë se përgjegjësia kryesore dhe barra kryesore në edukimin e njerëzve fillon nga familja. Hoxhë nderuar, nëse burri nuk është normalisht nuk janë gjithë njerëzit përsosur, ka një defekt ose ka një ves ose bën një mëkat. Si duhet të reagojë gruaja ndaj burrit të saj në formën më të mira, si sillet me këtë ndërkohë që janë dhe fëmijët prezent? Atëherë, le të vim tek mrekullia e hadithit që unë përmenda në pjesën e parë të emisionit. Ai hadithi, pra fjala profetike, ka dhe një pjesë plotësuese. Cila është pjesa plotësuese? Dhe nëse gruaja sheh tek burri i saj besimtar, tek burri i saj besimtar, diçka që nuk shkon apo nuk i pëlqen, atëherë thotë mos të mërzitet. Nuk tha mos ta ofendoj burrin, mos ta përmeni gjitha të këqijat, mos t'i përmeni familjen, nuk tha mos të thyj enët e shtëpisë, mos thotë unë do ikë shtëpia ime, tha mos të mërzitet. Bashkëshortja e mirë nga burri i saj besimtar. Nëse shet e ka diçka që nuk shkon apo që nuk i pëlqen, sepse nëse ka diçka që nuk shkon apo nuk i pëlqen, ka shumë gjëra të tjera të mira që janë. Pra, ajo që thamë ne, projekti i familjes, institucioni i familjes është diçka që fillon këtu në këtë botë dhe vazhdon edhe në parajs, në xhenet, vlen edhe për krahun tjetër. Kështu që gruaja e mirë bën hesapet dhe bën llogarit. Le të vim prapë tek jeta profetike. Në momentin që ato gratë u mërzitën me profetin e Selam dhe majtën qendrim ndaj tij, zbriti ajeti kuranor. Tha Zoti, o ju gratë e profetit, zgjidhni, o të jetoni kështu siç është profeti, ose mund të shkëputeni prej tij. Përgjigjja e tyre e cila ishte? Ata menduan se do i bën presion profetit alayhis salam që të përmirësonin kushtet e jetesës. Përgjigjja erdhi jo, kështu do të jeni, fjalë, o kështu ose zgjidhni. Cila ishte përgjigjja e tyre? Jo, me profetin alayhis salam. Nuk zgjedhim gjë në krahasim me profetin. Pra nuk na mbush gjë tjetër sy, po ne thamë se mos realizojmë diçka. Ne menduam se mos po arrijmë diçka më mirë. Pra, ideja është që edhe femra e mirë, femra e mençur, femra e urtë, ka momente që burri nuk është aty ku duhet. Është e vërtet që mund të ketë momente që ai nuk sillet mirë, mund të ketë momente që nuk e mban fjalën, mund të ketë momente që mund të reagojë edhe keq. Është i stresuar. Pavarësisht arsyeve, femra si duhet të reagojë në këtë rast? Femra duhet dhënë peshore gjërat. Ja vlen me prish projektin, institucionin, apo ja vlen që mund gjej një moment të dytë. Sforcohemi dhe ta kalojmë situatën. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë e ka konsideruar domethënë këtë lloj sakrifice prej punëve më të mira që mund të bëjë burri për të mbrojtur familjen e tij nga shkatrimi, po edhe gruaja për të mbrojtur le të themi familjen e saj, jetën bashkëtorë nga shkatrimi, sepse këtu i bie që të kesh bërë xhihad me shejtanin e mallkuar, i cili do të familja të shkatërrohet. Atëherë, në momentin që burri mbar disa gjëra, edhe pse nuk është aty ku duhet situata, ai ka bërë xhihad dhe ka luftuar me djallin, ka fituar luftën, po edhe gruaja në momentin që mbar disa gjëra, duron hatri i fëmijëve, jeta, qëllimi jon kryesor kush është, ajo ka fituar luftën me djallin e mallkuar, ka fituar luftën me shejtanin. Por edhe lutja, domethënë lutja drejtuar Zotit për rregullimin edhe për sosmërinë e marrëdhënies është shumë domethënëse. Ka shumë arsye. Kryesorja, unë gjithmonë e them, nuk heq dorë prej kësaj, kryesorja është devotshmëria. Një jetë bashkëshortore do të ketë sukses sa më të devotshëm të jenë të dyja palët. Sa më të devotshëm do të jenë, aq më shumë nuk do t'i shohin këto krimat, këto cicmicat e vogla. Por duaja ka vendin e vet, këshilla. Domethënë, orë ndodhi diçka në jetën bashkëshortore, gjej njeriu në duhur për të këshilluar, si burri dhe gruaja. Se shkon këshillohesh me një që thotë, "A di çfarë thotë?" Po akoma e duron, po i ke vëlla jepi durët ndaje, ose ajo tjetra i thotë çfarë thu, ta bën ashtu, po unë isha ndarë me kohë ku dëgjon e tjerë, duhet të ndërkohë që ajo vet duron.
ose mund të jetë divorcuar dhe do që edhe tjera të jenë divorcuara. Pra, shoku i keq në këshill. Pra, këshillimi me njeriu e paduhur. Po, atëherë duhet gjejmë njeriu e duhur. Pra, devotshmëria është numër 1. Siç e rasti atij dietarit i cili i tha më sill 4 qime nga qimet e Luanit, sepse ajo kishte probleme. Dhe Pra, kur e solli i tha kur ti zbute Luanin, normalisht do zbutësh dhe burrin tënd. Ka shumë histori interesante, domethënë. Po dua të them domethënë, devotshmëria për kushtimin ndaj Zotit është numër 1. Lutja dhe duaja 2. Këshillimi i mirë, pra gjetja e njeriu të duhur për tu këshilluar. Siç tha Zoti, gjeni dikë, nuk tha tek secili njeri. Ruajtja nga haramet, mos futja harameve në shtëpi, dhe kjo ka, domethënë, ka të bëjë shumë domethënë në ruajtjen e jetës bashkëtorë. Rutja e shikimit, burri shikon gra të tjera, gruaja shikon burra të tjerë dhe bën krahasimin. Kjo futet tek harami, pra mbrojtja e familjes nga harami ose mbrojtja e vetes nga harami. Le të themi kjo është një arsye shumë e rëndësishme. Prej arsyeve mund mendoj është dhe mos lënë mbasdore, le të themi, e gjërave të cilat janë shkaqe që çojnë pasoja. Janë disa gjëra, më thonë, që nuk kanë aq të rëndësishme, po janë nevoja jetësore, gatimi, pastërtia, rrobat, qetësia, kujdesi ndaj prindërve, nga krahu tjetër, respekti i ndërsjellë, mirëkuptimi. Pra janë disa gjëra që duhet të jenë edhe me shpresën e Zotit funksionon mirë. Pra ne asnjëherë nuk do të harrojmë atë që unë thash në fillim. Shejtani nuk do që të ketë familje. Shejtani nuk do që të ketë jetë bashkëtorë suksesshme. Atëherë ne kemi një armik i cili do të na e prish këtë mrekulli të Zotit. Për këtë arsye duhet të jemi shumë të mendshëm. O të nderuar, për ta përmbyllur emisionin ton për sot, nëse një çift është në një prag divorci, pra ndodhen në pragun e divorcit, cilat janë këshillat tuaja për të dy partnerët në këtë rast? Ajo që ka thënë Zoti në Kur'an, Allahu xhalla xhelalu tha, "Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Gjeni një njeri nga ana juaj, pra si burr, edhe gruaja nga ana e saj, që të konsultohen, sepse neve me sa duket na ka humb qetësia, na ka humb arsyeja. Atëherë duhet dikush tjetër të marrë rolin e gjykatësit, edhe jo më ne. Pra gjithmonë për të evituar divorcin, Zoti më ka lënë disa, le të themi, hapa që më shkoj puna deri në divorc. Dhe një nga hapat ose një nga, le të themi, zgjedhjet që Zoti ka sjellë në Kur'an është dikush tjetër të marrë gjykimin. Për këtë arsye unë gjithmonë konsultohu them me prindrit, konsultohu me prindrit e burrit, konsultohu me prindrit e bashortes. Pse? Sepse ato e dinë. Në momentin që prindrit e bashortës do të këshillojnë vajzën e tyre, ajo e din shumë mirë që ato nuk i duan atij të keq, asaj të keqen. Në momentin që prindrit e burrit do të këshillojnë fëmijën e tyre, ai din shumë mirë që prindrit nuk ja kanë me të keq, edhe nëse gruaja mund të ketë, le të themi, arsye të tjera, apo nëse kjo mendonte në rastin më përpara që burri mund të ketë arsye të, po baba dhe nëna nuk i don të keqen, po edhe këtij baba dhe nëna nuk i don të keqen, kështu që duhet gjejmë njerëzit e duhur. Unë mendoj që domethënë një nga këshillat më të vlefshme është të gjejmë njerëzit e duhur për të këshilluar në mënyrë që mos të ndërmarrim këtë hap që është hapi i shkatrimit, projektit i cili është në këtë botë dhe vazhdon në xhenetet e Zotit në përjetësi. O të nderuar, tradhtia. Pra, që në fillim të martesës, burri dhe gruaja martohen për të qenë bashkë deri në xhenet, sikurse ju e thatë. Në momentin çfarë është ajo gjë e cila është shumë e keqe dhe shkatëron familjen, që është tradhtia. Si duhet sillet bashortët që ta ruajnë të lloj ndeshmërie, të lloj besnikërie ndaj njëri tjetrit? Jo më kot, Islami i kushtoi rëndësi jetës së shtratit, jetës intime, në mënyrë që mos të ketë arsye asnjëri për tyre të shkojë drejt imoralitetit. Për këtë arsye edhe në kodin penal islam, ndëshkimi ndaj imoralitetit nga njëri i cili është beqar dhe njëri i cili është martuar është ndryshe. Pra ka dallim, sepse ky s'ka arsye më, ndërsa ai beqar, le të themi, fundit është beqar, pra le të themi gabimtar, por nuk është si ky tjetri që s'ka arsye fare. Kështu që tradhtia është problematik shumë e madhe. Kjo nuk do të thotë që mos të ketë gabim, sepse mund gaboj. A do të thotë që duhet shkatruar familja nëse dikush prej tyre gabon? Unë mendoj që jo. Duhet të jepet hapësirë për pendim edhe mos shkatruat familja, pavarësisht se kush është ai që ka gabuar. Se ne jemi të prirë, shoqëria flas jon, është e prirë që kur mashkulli gabon, a mëse burrë është ai.
Ama kur gabon femra, s'bëhet. Gabim. Nëse burri gabon, i duhet dhënë hapësira për t'u penduar, edhe mos shkatërrohet familja, po edhe nëse femra gabon, gaboj vëlla. Unë kërkova këshillën tuaj në momentin që ato janë në pagabim, pra nuk janë në gabim. Si duhet ta përpiqen për ta ruajtur këtë lloj bestinkërie dhe mos bie në mëkat. Ruajtja e dashurisë. Ruajtja e dashurisë, unë them gjithmonë, ajo dashuri që Zoti i jep çiftit në fillim, është si puna e lulës. Qofse nuk e mbajmë, nëse nuk e ruajmë, nëse nuk tregojmë kujdes për të vijë një moment vyshkët thahet del jashtë përdorimit. Kështu edhe dashuria mes bashkëshortëve. Pra nëse nuk e mbajnë, nëse nuk e ruajnë, nëse nuk i kushtojnë rëndësi, nëse nuk e kultivojnë vazhdimisht, dhe një moment që ftohet gjithçka. Domethënë, siç dëgjon disa çifte që thonë, janë fëmijë se mos ishin fëmijët e ishin ndarë me kohë. Çfarë ka ndodhur? Ka vdek pema e dashurisë, ka vdek lulja e dashurisë. Pse? Një cikël monoton. Po, pse? Sepse e kanë humbë. Për këtë arsye pejgamberi sallam i kushton të rëndësi, për këtë arsye pejgamberi sallam lozte, për këtë arsye pejgamberi sallam, domethënë bënte shaka, për këtë arsye pejgamberi sallam e mbante në krah për shumë gjëra për ta mbajtur këtë dashuri të gjallë, sepse kjo dashuri nuk mbahet duke e menduar, asa e dua unë, po dihet ajo që unë e dua, por zotëri, shprehe me fjalë dhe shprehe me vepra. Hoxha, Allahu të shpëleft. Amin edhe ju. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaj në ciklin si të sillemi bashorti me bashorten dhe bashortja me bashortin. Normalisht çdo familje mund të arrijë një lloj monotonie, por ju prishin këtë monotoni me inovacione, duke ndryshuar atë ritmin e ditës, duke zbukuruar për njëri tjetrin, duke ndryshuar marrëdhënien tuaj dhe duke qenë kështu sa më të mirësjellshëm dhe të devotshëm me njëri tjetrin, padyshim Allahu do japi mirësi dhe bekime në familjen tuaj. Selam aleikum, takojmë në emisionin e ardhshëm.